Era e madhe e ndryshimit po afrohet. 5 shenja do përballen me vendimin më të madh të jetës. Në ditët që vijnë, energjia nuk do të jetë e qetë. Universi po zhvendos forca të mëdha, dhe kur kjo ndodh, njeriu nuk mund të fshihet. Disa prej jush do të vendosen përpara një zgjedhjeje që ndryshon drejtimin e jetës. Të vazhdosh si më parë, apo të hysh tek ajo rrugë që zemra e di prej kohësh, por mendja ka patur frikë ta ndjekë. Në këtë periudhë, e vërteta e brendshme del në sipërfaqe. Kush ka guxim të përballet me të, fiton gjithçka. Kush shmanget, e humb mundësinë. Universi po thërret. A do përgjigjesh? Dashi, kjo periudhë vendos përballë teje një zgjedhje të rëndësishme, vazhdimi i rutinës së zakonshme, apo hyrja në një drejtim të ri që mund të çojë drejt rritjes personale dhe financiare. Në punë, ka një mundësi që mund të duket e frikshme në fillim, por është pikërisht ajo që mund të nxjerrë nga zona e rehatit. Një bisedë me dikë me ndikim ose autoritet mund të hapë një portë të papritur. Në aspektin emocional, marrëdhëniet kërkojnë transparencë. Nëse ke shmangur një bisedë të rëndësishme, tani është koha. Nëse je single, dikush që të ka vëzhguar prej kohësh mund të afrohet me një qëllim të qartë. Në financa, parashikohet një qëndrueshmëri më e madhe, por vendimet e sotme ndikojnë në muajt e ardhshëm. Mos e shty atë që e ndjen se duhet bërë. Universi të thotë: bëje hapin, rruga hapet pasi e nis. Peshorja. Ky është moment ku ti duhet të vendosësh prioritetin e vetes mbi zhurmat e jashtme. Në punë, mund të përballesh me një situatë që të detyron të thuash mjaft. Dikush mund të ketë kërkuar shumë nga ti, pa dhënë sa duhet mbrapsht. Tani dinamika ndryshon. Në aspektin emocional, partneri ose një person i afërt mund të kërkojë qartësi dhe përgjigje të drejtpërdrejta. Mos shmang bisedat, sot ato sjellin stabilitet. Nëse je single, dikush nga e kaluara mund të tentojë të rikthehet, por ti tani ishe gjërat shumë më qartë. Në financa, është moment i mirë për të strukturuar pagesa, detyrime dhe strategji të reja. Një ide e vjetër mund të bëhet e vlefshme tani. Universi të thotë: nuk ka balans pa kufi. Vendosi qartë sot dhe javët që vinë hapen më të qeta. Akrepi, energjia sot të shtyn drejt transformimit. Ndoshta ke ndjerë prej ditësh se diçka e madhe po vjen, por nuk kishe qartësi. Tani qartësia vjen. Në punë, një ndryshim strukture, roli ose pozicioni është shumë pranë. Mund të mos duket i lehtë në fillim, por sjell rritje. Në dashuri, mbyllen situata të paqarta. Nëse je në një marrëdhënie, një bisedë e thellë mund të vendosë drejtim të ri dhe më të shëndetshëm. Nëse je single, dikush me intensitet dhe sinqeritet të ngjashëm me tëndin mund të shfaqet papritur. Në financa, një pagesë, bonus ose mundësi shtesë të ardhurave është shumë pranë. Por universi provon forcën tënde, apo vepron me besim apo me frikë. Mesazhi për ty: shndërro atë që të dhem në arsye për të fituar. Ujori, sot shfaqet një situatë ku duhet të bësh një zgjedhje të qartë, të dëgjosh logjikën apo intuitën. Në punë, një ide që ke pasur prej kohësh mund më në fund të pranohet ose të marrë mbështetje. Mos e minimizo veten, fol qartë dhe me siguri. Në dashuri, ndodh një komunikim i rëndësishëm që largon dyshimet. Nëse je në lidhje, partneri do të tregojë gatishmëri për bashkëpunim. Nëse je single, dikush me mentalitet të ngjashëm dhe të pjekur mund të shfaqet. Në financa, është kohë për të bërë lëvizje të mençura, jo impulsive. Kjo periudhë kërkon vendime që lidhen me të ardhmen, jo me emocionin e momentit. Mesazhi i universit për ty: kuptimi vjen para veprimit. Më pas, rruga hapet vetë. Peshqit, sot është dita ku duhet të shohësh realitetin pa filtra emocional. Në punë, dikush mund të të jap informacion që ndryshon mënyrën si i shikon gjërat. Mos e injoro.
Ai informacion është qelësi. Në dashuri, nëse ke qenë në pritje të një shenje, sot ajo vjen. Nëse je single, një person me energji të butë dhe të qetë mund të hyjë si mbështetje emocionale. Në financa, kjo është periudhë ku e thjeshta është më fituese. Shmang rreziqet e panevojshme apo investimet e papeshuara. Sot universi të thotë: dëgjo çfarë ndjen trupi yt, ai e di para mendjes. Vendimi që merr tani do të ndikojë muajt që vijnë. Këto ditë nuk janë të zakonshme. Mos prit. Mos shty. Mos dysho. Universi po vepron tani. Shkruaj në komente: jam gati për hapin tim. Jep like. Abonohu. Shpërndaje këtë video që të arrijë tek ata që kanë nevojë.